Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në Pallatin e Sportit Feti Borova, pranë Parkut Olimpik të Tiranës, nisi sot procesi vullosjes së fletëve të votimit për votuesit nga jashtë, sipas qarqeve dhe vendosja e tyre në zarfin A. Kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, në një dalje për mediat shpjegoi procesin e votimit të diasporës dhe si do të funksionojë dërgesa me post e fletëve të votimit. Turizmi në Gjirokastër po nxit banorët e lagjeve karakteristike t'i kthejnë pronat e tyre në funksion të këtij sektori. Banorët e lagjes Dunavat, vitet e fundit janë duke lulëzuar në këtë sektor, duke mirëpritur çdo ditë vizitorë vendas dhe të huaj që zgjedhin të qëndrojnë në Gjirokastër. Shkolla profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër do të ofrojë për vitin e ardhshëm mësimor 4 programe studimi, duke u dhënë mundësi të rinjve të rajonit jugor të marrin një zanat që do t'i mundësojë hyrjen shpejt në tregun e punës. Gjatë kësaj periudhe, mësues e drejtues të kësaj shkolle, përpas procesit mësimor, janë fokusuar edhe tek takimet me nxënës të klasave të nënta, duke i ftuar ata të bëhen pjesë e saj. Fshati Çuk në bashkinë e Sarandës, një nga fshatrat më të vjetër të zonës me një popullsi që i kalonte 2000 banor, sot numëron vetëm 800. Në këto ditë pranvere ata i gjen të angazhuar në punët e tokës, duke mbajtur gjallë jetën rurale me dashuri, përkushtim dhe mikpritje. Ju njohim tani më gjerësisht në Pallatin e Sportit Feti Borova, pranë Parkut Olimpik të Tiranës, nisi sot procesi i vullosjes së fletëve të votimit për votuesit nga jashtë sipas qarqeve dhe vendosja e tyre në zarfin A. Kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një dalje për mediat shpjegoi procesin e votimit të diasporës dhe se si do të funksionojë dërgesa me post e fletëve të votimit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka folur lidhur me procesin e votimit të diasporës, duke theksuar hapat që po ndërmerren për realizimin e procedurës. Ai njoftoi se kanë filluar të fusin fletët e votimit në zarfe dhe se nesër në mesnat do të përfundojnë vullosjen e tyre. Brenda kësaj jave ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasin e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë sipas destinacionit, Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera. Nëse ne fillojmë shpërndarjen, të themi, të hënën që vjen, sipas asaj çfarë është angazhuar operatori i shërbimit postar, brenda një dite për Greqinë, Italinë ose 2 ditësh maksimumi, do ta kenë zarfin me fletën e votimit në banesën e tyre. Dhe besoj, jemi duke diskutuar akoma me operatorin e shërbimit postar, do të synojmë që në çdo rast ata ta mbajnë këtë dokumentacion deri nga data 1, 2 ose 3 maj, të jetë data e fundit. Pra gjatë kësaj periudhe kanë mundësi që të vinë të kthehen dhe ta gjejnë zarfin atje ose ta marrin zarfin para se të nisen nga Greqia ose Italia. KQZ bën me dije se fletët e votimit do të mbërrinë në Europë nga data 15 prill deri në 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera nga 15 deri në 25 prill, ndërkohë që sipas afatit zyrtar, çdo zarf që mbërrin pas orës 19:00 të datës 11 maj nuk do të numërohet. Në një tryezë teknike të organizuar nga prezenca e SBE-s dhe Prokuroria e Përgjithshme, u diskutua për forcimin e rolit të prokurorëve dhe angazhimin e institucioneve të tjera për parandalimin e krimeve zgjedhore. Prokuror, oficer të policisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë bashkuar për të siguruar zgjedhje të pastra dhe të drejta. Prezenca OSBE dhe Prokuroria e Përgjithshme kanë organizuar një tryezë teknike për forcimin e rolit të prokurorëve në luftën kundër krimeve zgjedhore. Qëllimi ynë i përbashkët është i qartë. Të sigurohemi që shkeljet zgjedhore jo vetëm të identifikohen, por edhe të hetohen dhe ndiqen penalisht, pa vonese dhe në mënyrë të plotë. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive
hetime gjithëpërfshirëse dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese. Garanci për përkushtim maksimal në zgjedhje dha edhe policia e shtetit. Ne nuk do të hezitojmë për të proceduar gjithkund që shkel ligjin, aktorët politik të jenë më të kujdesshëm lidhur me mbështetësit e tyre në terren. Ndërsa kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka theksuar se ky bashkëpunim ndërinstitucional i arritur është real dhe efektiv. E kuptoj që për dikë ka skepticizëm, ditët dhe javët në vijim gjatë fushatës zgjedhore do të konfirmojnë angazhimin e vërtet dhe të përgjegjshëm të tre institucioneve. Pjesë e takimit ishin prokuror, oficer të policisë gjyqësore, policia e shtetit dhe organizata të njohura të shoqërisë civile, të cilat vijuan diskutimin me dyert të mbyllura. Turizmi në Gjirokastër po nxit banorët e lagjeve të sipërme të qytetit si Dunavat, Manalat e të tjerë që t'i kthejnë pronat e tyre në funksion të këtij sektori. Vitet e fundit janë shtuar edhe njësitë pritëse apo strukturat e tjera në shërbim të turizmit nga këta të fundit, duke pritur çdo ditë turist vendas e të huaj që zgjedhin të vizitojnë Gjirokastrën. Zhvillimi i turizmit dhe investimet në infrastrukturë po ndikojnë ndjeshëm në transformimin e lagjeve të sipërme të qytetit të Gjirokastrës. Një shembull është lagja Dunavat, ku banorët kanë nisur të shohin turizmin si një mundësi reale zhvillimi ekonomik, të nxitur nga rritja e vizitorëve dhe përmirësimet në rrugë e shërbime. Shumë prej tyre po investojnë të ardhurat e tyre në restaurimin e shtëpive karakteristike, hapjen e tavernave tradicionale dhe akomodimeve për turistët. Turizmi tani ka filluar që të jetë shumë i përparuar në Dunavat edhe në gjitha lagjet e sipërme të qytetit. Edhe neve shikojmë si kur do jetë jetik për lagjet tona. Se kemi fatin që kemi urën e Alipashës këtu lartë në Dunavat, edhe ka shumë vizitor. Edhe ne menduam që të bëjmë në një investim të vogël. Investimi i rrugës ka ndikuar shumë, sidomos ky bypassi që është bërë tani është jashtëzakonisht shumë i mirë për lagjen tonë. Nga lartësia e kësaj zone, ke mundësi të shikosh gjithë qytetin dhe më gjerë, ajri i pastër, dielli që përgëdhel majet e shtëpive karakteristike dhe mbi të gjitha mikpritja ngrohtë e banorëve e bëjnë Dunavatin një vend të veçantë. Të gjithë kanë filluar i bëjnë familjet, shtëpit i bëjnë, i kanë kthyer në turizëm. Edhe deri diku do ketë punë, po të ketë lëvizje që të vinë turistat. Sheqim dorë këtë janë në Dunavatis. Qetësia. Njerëzit, ajri, dielli, këto janë të ashtu dhe ndonjë ndihmojmë dhe ekonominë me ndonjë qep, me ndonjë hudhër, me ndonjë lakër në këto baçet, me ndonjë pul, ham një vezë të freskët. Ka filluar dhe këtu tani, pak na pak, nga 2 dhoma, nga 3 dhoma, me ato mundësi që kanë, megjithatë njerëzit mundohen, punojnë. Ca i kanë restauruar, ca i kanë vënë të ra, sipas mundësive. Ne jemi të kënaqur se u mësuam tani këtu tek i vend, jemi shoqëri e mirë rreth e rrotull, të gjithë jemi pothuajse të tonët, edhe kalojmë bukur. Zhvillimi i lagjes Dunavat dhe përpjekjet për të shfrytëzuar potencialet e saj për turizëm janë një shembull i përpjekjeve për të ruajtur traditat dhe njëkohësisht për të nxitur zhvillimin ekonomik të zonës. Një stacion i ri rafting do të ndërtohet së shpejti në lumin Vjos në zonën e Dragotit. Bashkia Tepelen në bashkëpunim me një organizat në sektorin e turizmit synon që përmes këtij investimi të zgjerojë ofertën turistike për vizitorët që vizitojnë territorin e kësaj bashkie, duke e bërë atë edhe më të larmishme. Bashkia Tepelen, në bashkëpunim me një organizat të specializuar në zhvillimin e turizmit, ka nisur projektin për ndërtimin e një kampingu rafting në lumin Vjos. Iniciativa synon të zgjerojë listën e aktiviteteve ekoturistike që ofron territori Bashkisë Tepelen, duke kthyer atë në një destinacion gjithnjë më tërheqës për turistët vendas dhe të huaj. Bashkia Tepelen, në bashkëpunim me një organizatë dhe cila është e fokusuar në zhvillimin e turizmit në këtë periudhë mujore, le të themi, është duke zhvilluar procedurat për sa i përket ndërtimit të kampit raftingut në Vjos. Ky
ky investim në duke i vogël ka impakt shumë të rëndësishëm për angazhimin e të rinjve dhe zhvillimin e aktiviteteve ekoturistike në Vjos, të cilat deri më sot i kanë munguar Tepelenës, dhe besojmë që impakti i saj do të jetë pozitiv për faktin sepse zgjeron, si thua, listën e aktiviteteve që mund të zhvillohen në territorin e Bashkisë Tepelenë. Zona ku do të ndërtohet ky stacion do të jetë Dragoti, një nga segmentet më piktoreske të Vjosës, që ofron terren të përshtatshëm për rafting dhe aktivitete të tjera natyrore. Zona e cila do të ndërtohet ky stacion, le të themi, do të jetë Dragoti, për vetë faktin se ka shtrirjen, pra pozicion geografik dhe shtrirjen e ka shumë interesante nga pikpamja turistike, aksesi me Vjosën dhe për më tepër që në afërsitë saj kemi një monument të veçantë, siç është Ura e Dragotit, një nga veprat e veçanta të ndërtuara në vitet 30 në Ballkan. Dhe kemi menduar për ta zhvilluar në këtë zonë për faktin sepse duam që shërbimet tona të jenë të shpërndara, pra jo të qëndërzuara vetëm në Tepelen, po të kemë mundësi që të shtrihen në të gjithë hapësinë territoriale që ne menaxhojmë. Ky investim është pjesë e strategjisë së Bashkisë Tepelen për të forcuar profilin turistik të zonës dhe për të promovuar një zhvillim të qëndrueshëm që ruan natyrën dhe njëkohësisht sjell përfitime për komunitetin lokal. Gjirokastra po kthehet në një atraksion të veçantë turistik. Prenotimet, kryesisht nga turistë huaj këtë sezon, duken më premtuese se vitet e mëparshme. Përfaqësues të dhomës së tregëtisë në Gjirokastër e lidhin këtë gjë me nxitjen e qytetarëve për të investuar në hapjen e bizneseve të reja, por edhe me promovimin që po i bëhet këtij qyteti nga mediat ndërkombëtare, ndërsa shtojnë se ka nisur edhe rezervimet për 2 vitet në vijim. Gjirokastra vitet e fundit është kthyer në një trend turistik. Muaj prill duket se është një startim për sezonin e verës. Kreu i dhomës së tregtisë Maksim Hoxha u shpreh se pritshmëritë janë të larta dhe të kënaqshme, pasi prenotimet kanë nisur herët. Siç dihet, qarku i jugut Gjirokastra është pjesë e turizmit kulturor, i cili zhvillohet zakonisht nga muaji prill deri në fund të muajit qershor dhe pastaj muaji shtator-tetor. Sa po jemi futur në fillimin e sezonit turistik për vitin 2025, para rezervimet e hershme kanë filluar të implementohen sipas datave të përcaktuara. Shpresojmë që të gjitha këto para rezervime të vazhdojnë dhe të implementohen. Risi për këtë vit janë kërkesat e shumta për akomodim në strukturat e hotelerisë dhe çmimet për vitin 2026 dhe 2027. Sipas Hoxhës, duhet kohë për prenotimet në vijim, pasi po shikohet edhe ndryshimi i vlerës së euros. Kanë filluar dhe kërkesat për akomodim dhe për çmimet për vitin 2026 dhe 2027, për të cilat në fakt dhe ne ju kemi lënë një kohë për ta menduar dhe për të mos dhënë me njëherë ato çmimet, mbasi nuk dihet se si vijon kursi i euros apo problematikat e tjera. Domethënë, pritshmëritë janë të larta për Gjirokastrën dhe për të gjithë rajonin e jugut. Me zhvillimin që po merr turizmi, vit pas viti po promovohen vlerat më të mira lokale të qytetit të Gurt. Shkolla profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër do të ofrojë vitin e ardhshëm mësimor 4 programe studimi, duke u dhënë mundësi të rinjve të rajonit jugor të marrin një zanat që do t'i mundësojë hyrjen shpejt në tregun e punës. Gjatë kësaj periudhe, mësues e drejtues të kësaj shkolle përpos procesit mësimor janë fokusuar edhe tek takimet me nxënës të klasave të nënta, duke i ftuar ata të bëhen pjesë e saj. Prej muajit shkurt, shkolla profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër vazhdon procesin e promovimit duke u ndalur në shkollat nëntëvjeçare të qarkut për të prezantuar ofertën e saj dhe rëndësinë që ka të ndjekurit e një programi profesional. Në kalendarin e aktiviteteve promovuese, një vend të veçantë zën edhe takimet me prindrit e nxënësve të klasave të nënta. Në këto takime synohet jo vetëm të prezantohet, po dhe të sqarohet oferta e shkollës dhe të sqarohen avantazhet e studimit në drejtimet mësimore të kësaj shkolle. Një aktivitet tjetër që është zhvilluar në disa shkolla dhe do të zhvillohet dhe në shkollat e tjera, është takimi me prindrit e nxënësve të klasave të nënta.
Dhe takimi me prindrit e nxënësve të klasave të nënta nuk do të bëhet vetëm në takimet e organizuara nga shkollat nëntëvjeçare, dhe kjo veprimtari është realizuar, do të realizohet në bashkëpunim me zyrat vendore arsimore të Gjirokastrës, të Pelenës dhe Përmetit, por do të synohet pak më tej që takimet me këta prindër të zhvillohen dhe individuale. Gjatë këtij procesi që mbyllet në muajin qershor, Shkolla Profesionale Thoma Papapano do të organizojë edhe ditët e hapura ku do të presë nxënës e mësues për të parë nga afër kushtet dhe ambientet që ofron. Ne organizojmë disa ditë të hapura, siç është dita e hapur e vajzave, siç është tregu i ideve dhe aftësive profesionale pranë shkollës profesionale, dhe në këto ditë të hapura nxënësit e klasave të nënta zhvillojnë ambientet e shkollës dhe shikojnë se si zhvillohet praktika profesionale pranë kësaj shkolle. Dhe gjitha kjo, në fund fare, do të konkludohet me një konkurs që është ide në tregun e aftësive, ku secila shkollë nëntëvjeçare vjen dhe prezantohet pranë kësaj shkolle me një produkt i cili është realizuar gjatë praktikave profesionale të shkollës sonë në bashkëpunim me nxënësit e klasave të nënta. Gjithë qëllimi i promovimit të arsimit profesional sipas drejtoreshës së shkollës Renata Puleri është nxënësit e klasave të nënta dhe prindrit e tyre të kuptojnë që arsimi profesional është një mundësi shumë e mirë, jo vetëm arsimi, po punësimi. Pra kemi një punësim të shpejt. Nxënësit paisin me një kualifikim, dhe ky kualifikim i bën ata që të jenë të gatshëm për tregun e punës. Pra, dhe një punësim në tregun e punës kuptohet që do të sjellë një rritje ekonomike të familjeve, pjesë të cilës janë këta fëmijë që vazhdojnë arsimin profesional. Për vitin mësimor 2025-2026, kjo shkollë do të ofrojë programet hoteleri turizëm, teknologji informacioni dhe komunikim, termohidraulik dhe shërbime në mjete transporti. Qyteti Menton në Francë dhe Saranda në Shqipëri nënshkruan në Menton dokumentin e shprehjes së interesit për binjakëzimin e dy qyteteve. Binjakëzimi me Sarandës dhe Menton i hap rrugën një partneriteti afatgjat në disa fusha ku prioritet është turizmi, bujqësia, por edhe projekte të përbashkëta europiane. Qyteti Menton në Francë dhe Saranda në Shqipëri kanë shkurtuar distancat duke u takuar në miqësi dhe bashkëpunim. Kryetari i Bashkisë së Mentonit Yuel dhe kryetari i Bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi nënshkruan këto ditë në Menton dokumentin e shprehjes së interesit për binjakëzim mes dy qyteteve. Kjo ide lindi gjatë një panairi të agrumeve ku pan ngjashmëri të spikatura mes dy qyteteve, thot Eliana Shkurti, shefja e kabinetit të Bashkisë së Sarandës. Si ide ka lindur nga një bashkëpunim i shumë hallkave, iniciatori i GSUB, ambasadori i Shqipërisë në Francë, zoti Dritan Tola, i cili në bashkëpunim me nënkryetarin e bashkisë, zotin Alacron, Jean-Claude Alacron, në Menton, gjatë panairit të agrumeve, vurën re ngjashmëri të zonës së tyre me zonën e Sarandës, dhe këto ngjashmëri diskutuan me kryebashkiakun e Sarandës, zotin Oltion Çaçi, dhe duke i parë të gjitha këto qasje ngjashmëri, ne vendosëm që me kryebashkiakun e Mentonit, zotin Yves Juhel, të firmosnim letrën e interesit për binjakëzimin e qyteteve tona dhe për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet të dy qyteteve. Binjakëzimi me Sarandës dhe Menton i hap rrugën një partneriteti afatgjat në disa fusha ku prioritet është turizmi, por edhe në fushën sociale e kulturore dhe përfshirja në projekte të përbashkëta europiane. Kemi dhe të përbashkëta jashtëzakonisht shumë të tjera, përveç se jemi zona bregdetare, qytete që mirëpresin me mira turist çdo vit. Karakteristike tyre limonit edhe portokalles, ndërkohë që ne në zonën tonë jemi të njohur për mandarinën, mikpritje shumë e ngrohtë nga njerëzit aty, kushtet klimatike, vende mesdhetare të dyja. Besoj në disa fusha, në ato sociale, kulturore, në programe të përbashkëta europiane në të cilat ne mund të aplikojmë në të ardhmen për arsye edhe të ngjashmërisë, sikurse e thash, të dy qyteteve tona. Ne kishim mundësinë edhe kënaqësinë që të merrnim pjesë në panairin e agrumeve, që ishte një eksperiencë jashtëzakonisht shumë e bukur, të shikonim se si qyteti aty e shfrytëzonte këtë mundësi dhe se si ne mund ta marrim, ta implementojmë edhe në të ardhmen, ta shfrytëzojmë dhe ne si një mundësi turistike dhe për zhvillimin ekonomik të qytetit tonë.
Gjetja dhe vlerësimi të përbashkëtave mes dy qyteteve me bukurinë natyrore, potenciale turistike dhe asete kulturore është bazamenti ku do të ngrihen marrëdhëniet e binjakëzimit mes dy qyteteve bregdetare, Sarandës dhe Mento në Franë. Fshati Çuk në bashkinë e Sarandës, një nga fshatrat më të vjetër të kësaj zone, dikur numëronte mbi 2000 banor, ndërsa sot vetëm 800. Në këto ditë pranvere, ata i gjend të angazhuar në punët e tokës, duke mbajtur gjallë jetën rurale me dashuri, mikpritje dhe përkushtim. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Çuk, një prej fshatrave më të hershëm të bashkisë Sarandë. Ky fshat dikur ka qenë një fermë e madhe ku zhvilloi intensivisht bujqësia dhe blegtoria, dy shtyllat kryesore të jetës për banorët vendas. Me një histori të pasur dhe të lidhur ngushtë me tokën, Çuka ka qenë shtëpia e rreth 2000 banorëve, të cilët prej brezash kanë ndërtuar jetën e tyre në këtë zonë. U bë fermë 59, u rregulloi çdo gjë, nuk kishte mungesë, vetëm kërkonin fuqi punëtore. Ambari i Tiranës ishte Saranda dhe Çuka. Kishë perimore nga këtu të gjitha, ishte, nuk i mungon të asgjë. Çuka ishte me membri, jo ashtu. Kishte të gjitha me misër, me lëvledilë, me oriz, gjithë kishte këtu. E me rezultate të larta, jo ashtu. Mi ke ndërmarrje neve, ndërmarrje bukësore në Bëvurgu, ishte me nam. I kishim të tëra. Kam bëte për këtu janë 7% janë minoritarë. 30% janë shqiptarë, si puna ime. Sot Çuka numëron rreth 800 banor. Traditat e fshatit nuk janë shuar, bujqësia dhe blegtoria vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së komunitetit. Familjet vijojnë të kujdesen për tokat, bagëtit dhe të ruajnë mënyrën tradicionale të jetesës, ashtu siç kanë bërë të parët e tyre. Kemi një këtu në fund fshati, bravo e qoftë, ka di çuna të mirë këtu që rinë. Merake ka ai që mbetën këtu, po e zgjodhi buksin, punon me fëmijët e tij këtu Brekulli. Edhe janë dhe ca çemër lartë, kanë marrë të gjitha mjetet. Ato mjetet i mbajnë misër kryesisht, misër dhe pak jonxha. Ja në Greqi të gjithë ndeve plekje jem këtu, në shepi brenda për brenda atje, brenda një domate, në një piperka, të kemë përberë. Gërmojnë në kopshte. Vëjnë domate gjëra, ndërsa ata që kanë fushën, bujqsinë, gërmojnë, mbollën misrin, e kanë gati për në shtator që e korin. Ka shumë banorë që merren me bujqësinë këtu? Ka. Ka një 10-15 veta në Çuk. Këta kanë misër që mbjellin jo jonxhera, gjë të tilla. Pasa tjetër ata personale që mbjellin jo perime gjë të tilla. Ka jo shumë të paktë janë që për tregti. Në këto ditë pranvere banorët e Çukës i gjenë në baçet e tyre duke mbjell, krahasitur dhe përgatitur tokën për sezonin e ri. Atmosfera është e qetë dhe plot jetë, të dashur dhe mikpritës. Njerëzit e këtij fshati japin derën me buzëqeshje dhe tregojnë me krenari rrënjët e tyre. Çuka mbetet një dëshmi e gjallë e një tradite që jeton ende. Një javë plot dije, sfida dhe përvoja unike kanë kaluar 16 studentë dhe pedagog të Universitetit e Qerem Çabej si pjesë e shkollës dimërore Asceu 2025 me temë teknologjia e së ardhmes dhe inteligjenca artificiale për një ekonomi dhe shoqëri globale. Në një kronik speciale që do ta transmetoj me njëherë pas siglës përmbyllëse të këtij ditari informativ. Do të sjellin përjetimet, eksperiencat dhe reflektimet e tyre si dëshmi e fuqisë, dijes dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur. Të nderuar shikues, këtu kemi mbritur në fund të informacioneve të përgatitura për këtë ditar informativ. Dua t'ju rikujtoj edhe një herë se pas siglës përmbyllëse do të ndiqni një material të zgjeruar për sa i përket një javë plot sfida që kanë kaluar 16 studentë dhe 5 pedagog nga Universiteti e Qerem Çabej si pjesë e shkollës dimërore Asceu 2025. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.